Profesor Doraja Timeri, faleminderit që pranuat ftesën tonë për të bashkëvizituar në një intervistë për platformën tonë online Media 60 në Shqipëri, ku do të kemi mundësit për të folur rreth zhvillimet të fundit politike në Kosovë e me tekste veçantë në arenën ndërkombëtare, duke qenë se jeni edhe profesor i shkencave politike. Zoti Timerit, ne sapo e kemi përfunduar një proces zgjedhor në dhjetor të 2025 dhe ende jemi në fazën për të krijuar institucionet. Ende nuk kemi një qeveri të re. Si po e shihni ju këtë heshtje të partisë fituese vetëvendosjes, e cila nuk po proklamohet ani pse tashmë KXZ-ja ka shpallur rezultatet pjesërisht. Kjo ka ndodhur për herë të parë për shkak se nuk janë shpallur edhe për listën serbe. Si e shihni ju këtë? Fillimisht është shumë e rëndësishme të thuhet që kemi pasur një proces me rëndësi shumë të madhe për Kosovën. Ky proces zgjedhor që jemi në procesin e përmbylljes së tërësishme të tij, duhet sa më parë që të mundet që të reflektojnë edhe në krijimin e institucioneve. Ne albionini dëshmitare që kemi pasur një vit pothuajse të abstenimit politik, ku asnjë vendim nuk është marrë në nivelin qendror, nga institucionet asnjë lizë nuk është miratuar, sikundër as edhe një lizë nuk është shikuar ose rishikuar si procedura standarde dhe rrjedhimisht ka pas kontroll efektiv të qeverisë. Dhe kjo është arsyeja pse konsideroj si një abstenim real të politikës. Pse është e rëndësishme për neve të thuhet kjo është se nevoja për krijimin e institucioneve të tjera legjitime është e domosdoshme. Praktikisht ne kemi 3 kuvende deri tash që kanë kaluar, i pari që ka prodhuar këtë qeveri që është tash, i dytë që se ka prodhuar një qeveri të re, dhe i treti që duhet ta prodhojë një qeveri të re. Pra, dhe është i rasti si ta themi pa shembull në sistemet politike kur qeveria qëndron kaq gjatë ndër kaq kuvendet dështon në funksionin e saj të parë, funksionin e zgjedhjes së qeverisë. Sa është dëmtuar Kosova në këtë drejtim, qoftë në aspektin e brendshëm, duke pasur parasysh, siç e thatë edhe ju, nuk janë miratuar shumë ligje, nuk janë ratifikuar shumë marrëveshje ndërkombëtare nga të cilat Kosova do të përfitonte miliarda euro si subvencione qoftë nga Bashkimi Evropian apo organizata të tjera ndërkombëtare, por edhe në aspektin e huaj, sepse kemi një dialog të stagnuar tashmë që një vit. Si ta themi, nuk ka një farë llogaritje cost-benefit. Se çfarë saktësisht Kosova ka humbur ose fituar gjatë kësaj periudhe kohore, por ka një gjykim të përgjithshëm se në momentin ku nuk ka vendimmarrje efektive, kemi stagnim në politika dhe rrjedhimisht rezultatet janë negative. Është e vërtetë që ne kemi pasur një qeveri kujdestare, por qeveria kujdestare kryesisht e ka mirëmbajtur gjendjen ekzistuese. Dhe rrjedhimisht nuk është se kemi pasur një avancim e ligjet bëhen për këtë arsye. Pra ligjet e reja bëhen për të avancuar një gjë të caktuar, një sektor ose segment të caktuar shoqëror. Dhe fakti që kemi pasur ligjet e reja të miratuara kanë kuptuar që ne kemi pasur stagnim në procesin e gjithëmbashme shoqëror. Në kuptimin e marrëveshjeve ndërkombëtare vërtet jemi të vonuar, ne tashmë kemi parë sherrin figurativist mos konsulimit në kohë të kuvendit të Kosovës. Jemi duke e konsumuar në të dhëmbën e buxhetit të Republikës, që në kupton se ne do të mund ta bëjmë këtë vetëm për muajin shkurt. Që në kupton se konstituimi i kuvendit dhe formimi i qeverisë më njëhershme në këtë proces, ndoshta jo më lart sa brenda javës së ardhshme, është një urgjencë kombëtare, sepse ne praktikisht kemi dilema të për të mëdha edhe financiarisht si të funksionojnë. Dhe shumë aktivitete të tjera që janë për brenda të paraparës, ta themi për zhvillim, nuk mund të vijojnë tutje pa një qeveri që ka legitimitet plot dhe pa një kuvend që është i konstituar si produkt i këtyre zgjedhjeve. Dhe këto janë pasojat e cilat duhet i përmendim. Unë besoj që klasa politike do duhet të reflektonte. Rezultati është ky që është dhe ky rezultat e favorizon skajshmërisht lëvizjen vetëvendosje që të formojë sa më parë shumicën e re në kuvendin e Kosovës. Dhe ky shumicë do ta zgjedhë qeverinë e re. Pra nuk besoj që ka pengesa tash. Një pengesë rrugës mund të na dalë mënyrës se si gjykata konstituciose ka interpretuar zgjedhjen e nënshtrorit nga pakica serbe dhe natyrisht edhe un kam dilemat e mia në këtë aspekt. Po tani çfarë do ndodhë? KXZ-ja nuk i ka shpallur rezultatet për listën serbe. Është për herë të parë një gjë e tillë që po ndodh, një praktikë e re nga ana e KXZ-s, dhe në anën tjetër kemi një akt vendim të gjykatës kushtetuese ku thotë që duhet sigurisht nën kryetari të zgjidhen nga shumica serbe. Këtë rast i bie nga deputetët e listës serbe sepse ata i kanë 9 deputet në kuvendin e Kosovës. Si do të veprohet? A do të kemi sërish ngërçën këtë dhe jemi limitet e fundit të ditëve për të krijuar këto institucione? Paneli për që është domethënë institucioni kryesor për këtë çështje për të trajtuar vendimet e gjykatës e KQZ-s ka miratuar kërkesën e listës serbe dhe tashmë rezultatet të cilat ju përmendni janë të
përfunduara në kuptimin e rezultateve përfundimtare, ato nuk janë certifikuar nga që si e tillë nuk mund të bëhet pa trajtimin ose shterimin e drejtës së ankesës. Ne për momentin jemi në fazën ku deputetët ose kandidatët për deputetët që janë të pakënaqur me rezultatin i drejtohen PZAP-s, institucioni veçantë që shqyrton vendimin e KQZ-s, dhe në rast të ndonjë pakënaqësie me vendimin e PZAP-s, vendimi i drejtohet gjykatës. Përkatësisht ankesa i drejtohet gjykatës. Dhe tashmë ne kemi kaluar fazën e parë, atë të PZAP-s, nga 6 kërkesat të cilat janë drejtuar këtij institucioni. Nëse nuk gabohem, 5 nuk kanë kaluar dhe vetëm kërkesa e listës serbe është shqyrtuar dhe është pozitive, që ne kupton se në këtë fazë është konsumuar si institucion. Tashmë jemi në nivelin e gjykatës supreme, ato do të japë më gjallë shumë shpejt verdiktin e saj për gjyqjet që ajo do t'i konstatojë. Dhe pas këtyre ne do të kemi certifikim të rezultateve dhe automatikisht fillimin e kohës për të konstituar Kuvendin e Kosovës. Këto janë procedura standarde në të cilën kryesia e vjetër e tjera partitë politike dhe organizon, si ta themi, edhe fillimin e konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Pas kësaj do të konsideroj konstituar Kuvendin nëse do të sjellë kryetari dhe kryesia e përgjithshme do të ndajë funksionet e për grupet të caktuara, si ta themi, institucionet e caktuara që janë funksionale të përhershme në Kuvendin e Kosovës dhe këto janë komisionet. Dhe kur konstatohen të gjitha këto, konsiderohet i krijuar Kuvendi i Kosovës si konstituim. Natyrisht që konstituimi edhe mund të vijajë në kuptimin e funksionalizimit të gjithë trupave, por konstituimi i Kuvendit të Kosovës konsiderohet i kryer në momentin kur zgjedhet kryetari dhe kryesia e Kuvendit të Kosovës. Në këtë aspekt ne e përmbyllim një fazë dhe më njëherë Kuvendi i ri do të mund të thret një seancë për zgjedhjen e qeverisë së re, dhe kjo mund të bëhet shumë shpejt pasi që presidenti i vendit ta ketë nominuar njërin nga kandidatët në rastin tonë fituesin e zgjedhjeve të lëvizjeve vendose, sepse ka votat të mjaftueshme për të bërë shumicën në Kuvendin e Kosovës dhe s'ka nevojë të pritet më gjatë. Kjo nuk kupton se konstituimi i Kuvendit të Kosovës dhe zgjedhja e qeverisë mund të bëhet brenda vitit të njëjtë. Do të ishte vërtet diçka pozitive. Po zgjedhja nën kryetarit nga komunitetet, ne kemi pa një skenar që është luajtur vitin që lan pas, që u tentua të zgjedhet nga komuniteti serb Nenad Rashi, që u egzageruan gjitha pikat kushtetuese dhe rregullore së kuvendit dhe arriti të zgjedhet Nenad Rashi. Mirë, po tashmë kemi vendimin e gjykatës kushtetuese. Nëse lista serbe insiston Igor Simiqi, që ka insistuar edhe herën e kaluar të jetë nën kryetari i Kuvendit të Kosovës, po supozojmë, vetëvendosja mund të përdorë sërish kartën e njëjtë të mos e përkra dhe duke qenë se shumica mund të jemi sërish në një blokadë institucionale, apo këtë vetëvendosja ka marrë leksione dhe do të tërhiqet nga kjo kalkulim politik, po e quajmë. Nuk e di tash s'ta themi a është leksion apo jo. Unë e di që janë respektuar vendimet e gjykatës kushtetuese. Por nuk e di që gjykata kushtetuese ka zbatuar vendimet e veta, sepse ne kemi një dy kuptimësi të krijuar nga vetë gjykata. Në njërin anë është trajtuar mënyra se si është zgjedhur ose si do të zgjedhet si mekanizëm debllokues në kryetari nga komuniteti serb, dhe është thënë që një parti politike duhet që të propozojë të gjetë deputetët e vet, sepse si ta themi më së shumti deri në 3 herë. Dhe nëse nuk i kanë votat, pastaj ata nuk mund të zgjedhin. Pra që kjo ka qenë mekanizmi debllokues. Kjo është mënyra se si është zhbllokuar Kuvendi i Kosovës atëherë. Dhe këtë vendim e ka bërë gjykata kushtetuese. Nuk ka bërë dikush tjetër. Po një të gjykatë është një vendim tjetër që është anakronik në vendimin para. Brenda pak muajve. Është brenda pak muajve, pak ashtu bërë ratën e një. Dhe tashmë ne kemi ardhur në një situatë kur ne duhet të respektojmë dy vendime. Vendimin e parë të gjykatës kushtetuese, që thotë se një parti politike ka drejt që të propozojë një kandidat 3 herë, maksimalisht 3 herë, apo jo, sepse ky është mekanizmi debllokues. Dhe në anën tjetër thotë një vendim tjetër që është ka drejt të bëjë propozim pambarimisht derisa konstituohet e konstituar kuvendi. Dhe marrë votat e mjaftueshme. Dhe kjo unë besoj që është mekanizëm bllokues. Unë besoj që lëvizja vendosur ka është një pozicion të caktuar që i kërkohet asaj që të zgjedh përmes të dy rrugëve të vështira, të para që të votojë dhe dyta që të mos votojë. Sepse e drejta për votuar ashtu siç dëshiron është voti, është e drejtë e garantuar edhe kushtetueshmërisht. Dhe është në kuadrin e të drejtave politike që i gëzon deputetët e Kuvendit të Kosovës. Askush nuk mund të drejtë një deputet ta votojë një kandidat të caktuar vetëm sepse kështu është. Jo, kjo është vullnet i lirë politik dhe duhet ta ushtrohet si e tillë. Kjo është drejtë e garantuar me kushtetues.
Por gjithsesi, prandaj them se situata është me shumë të panjohura, ore që të mos kemi këto krizash. Indikacionet nuk janë shumë pozitive, por nuk ka indikacione edhe shumë të qarta se si do të zhvillohet, jo ta them drejt. Kemi indikacione sepse jemi në luftë në kohën edhe për postin e presidentës. Vjosa Osmani e përfundon mandatin në prill dhe zgjedhja e një kandidati tjetër ose një mandati tjetër nga zonja Osmani do duhet të bëhet në mars. Jemi në muajin shkurt, jemi në luftë me kohën siç e thatë të ju. Dhe në rast pasëm që zgjidhet kuvendi, krijohet qeveria, hapja tjetër i kësaj qeverie Kurti 3, nëse mund ta quajmë të tillë, duke qenë se është partia fituese, a është sfida e parë zgjedhja e postit presidentës? Më duket Albion se çdo ka një keqkuptim të madh që bëhet. Presidentja nuk i takon një subjekti politik. Absolutisht. Edhe tash, mënyra se çu po e portretojnë këta, çu po portretohet përgjithsisht në publik është se lëvizjeve vendose duhet që të merr barrën e përgjegjësisë për të bërë president. Jo. Lëvizjeve vendose mund të nominoj së paku një kandidat dhe mund të siguroj votat për 2 kandidat. Mund të bëj 60 veta që jep në shkrimet. Pra, lëvizjeve vendose ky është kontributi maksimal që mund të ofrojë. Sepse nga 120 deputet mund të propozojnë 4 kandidatë për president. Lëvizjeve vendose me partnerët e saj mund të sigurojnë, po supozojmë në rastin më të mirë, 68 në shkrime ose për krahas ose vot për presidentin ose presidenten, ose kandidatën për president. Por të duhen të paktën 81 vota ose 2/3. Mjaftojnë 61 për raundin e tretë. Po, raundin e tretë, por në raundin e parë do duhet të paktën 2/3. Që në kupton se partitë e tjera politike po ashtu duhet të jenë po ashtu të angazhuara nëse janë të interesuar që të zgjidhin president. Çfarë mund të bëjnë partitë opozitare janë 2 skenare. E para, që të ofrojnë një kandidaturë të tyre, që për mua do të ishte gjëja më e vlefshme, sepse në fundin e ditës duhet bëhet garë në mes të kandidatëve, dhe opsioni tjetër që është më i mëshëm por më i keq, është në tërheqja ose mos shkuarja në sallën e Kuvendit të Kosovës, dhe në këtë mënyrë çfarë arrin të bëjnë partitë politike praktikisht është që ta çojnë vendin në zgjedhje. A ju konvenon opozitës të shkojnë sërish në zgjedhje duke pasur parasysh rezultatet? Unë besoj që ky është një kalkulim cost-benefit që mund ta bëjnë partitë opozitare, por çfarë ne po themi është se nëse është një shkaktar që dikush e çon vendin në zgjedhje është partitë opozitare. Sepse ndryshe shumica e re në Kuvendin e Kosovës ka votat të mjaftueshme që në raundin e tretë ta zgjedh presidentin. Pra çka mund të bëj në këtë mes? Opozita është vetëm të bëjë dëm. Sepse vendin e çon në zgjedhje, por ndryshe ka një alternativë, është të jap një kandidat të dytë e të provojë që të fitojë zgjedhjet, sepse opozita vërtet është në numra të vegjël, por të mjaftueshëm për të kryer edhe probleme, për të kryer edhe punë, sepse unë besoj që lëvizjeve vendose si parti politike bashkë me partnerët e vet i ka 57 vota. E kanë mbetur edhe 63 deputet të tjerë të mjaftueshëm për të zgjedhur një president tjetër. Pra, sepse ne kur po supozojmë shumë, si ta themi, lëvizjeve vendose, po sikur po e paramendojmë atë bashkë me minoritarët. Jo, ky subjekt politik i ka 57 deputet. Asnjë tjetër nuk ka. A ka partner që mendojnë si ta? Natyrisht po, por kjo është gara politike. Dhe çfarë duhet opozitës është që të, ose po supozojmë opozitës, sepse tash nuk e di se kur do të jetë opozita, a do të ketë partner apo jo qeveria e re, megjithëse jo, por gjithsesi i kanë në dispozicion 63 veta, të cilat po që se japin një propozim të duhur nominalisht edhe arrin që të gjejnë, si ta themi, mjaftueshëm votat për të bërë presidentin në raundin e tretë. Edhe kjo është e mundshme, edhe teorikisht edhe praktikisht, sepse votat janë. Kemi Partinë Demokratike e cila ka thënë që ne jemi pro zgjedhjeve jo nacionale, po pro zgjidhjes së një emri për president. Nuk jemi pro bllokadës, siç ka ndodhur vitin e shkuar. A është kjo një sinjal karshive vendosës që PDK-ja do ja jap votën edhe për këtë ballafaqim në zgjedhjen e postit të presidentit? Jo, nuk është, sepse ideja e gatishmërisë nuk është domosdoshmërisht gatishmëri për të votuar kandidatin e një partie. Por çfarë fshihet pra pasaj është pikërisht pamundësia e PDK-s për të bërë diçka ndryshe. Çfarë mund të bëjë PDK-ja ndryshe? Nuk ka takat politik, e them figurativisht, që s'paku ta propozojë një kandidat tjetër, sepse për të kandidatuar dikë si president ose nominuar duhen s'paku 30 në shkrim. Partia Demokratike, nëse nuk gabojmë, ka 25 ose 24.
Nuk e di sa janë certifikuar. Tash edhe përpresin certifikimin e rezultateve. Dhe tash, në momentin kur do të bëhet certifikimi i rezultateve, ky subjekt politik nuk i ka 30 deputet. Jo. Dhe fakti që nuk i ka 30 deputet ky subjekt politik, në mënyrë automatike, në kupton se duhet edhe një partner tjetër që së paku ti mbledh në shkrimet për të. Pra, kjo është arsyeja pse partitë opozitare janë kaq të heshtra. Sepse ato as nuk janë që bëjnë propozim, e për të bërë propozim duhen të bëhen bashkë LDK e PDK. Ose PDK, AOK dhe një parti tjetër politike që në rastin tonë do të jetë Lisa Serbo ose dikush tjetër. Sepse në shkrimet e tjera shkojnë për, po supozojmë zonjën Osmani. E nuk kanë të drejtë më shumë sa një në shkrim. Dhe këto kombinatorika e bëjnë kaq të pashpresë partitë opozitare. Dhe fakti që këta partitë opozitare s'kan shumë mundësi, këta kanë vetëm një. Dhe është djegja komplet mandateve. E djegja mandateve në kupton mos shkuar në Kuvendin e Kosovës me datën më së largu 4 mars dhe vendet do të shkojnë në zgjedhje. Bazuar në praktika nga djegja e mandateve, kemi parë një skenar të tillë në Shqipëri ku deputetët e Partisë Demokratike kanë bërë një gjeptim, por nuk kanë sjell ndonjë rezultat konkret. Ndoshta ky skenar nuk do i përshtatet edhe opozitës në Kosovë ta ndiqte. Ka zëra që e përmendin se kjo është e fundit ka që duhet ta bëj. Dhe kjo nuk është djegja e mandatit në kuptimin që kanë vepruar Partia Demokratike e Shqipërisë, në faktin se s'ka shkuar fare në Kuvend. Po fakti që këta sapo e kanë marrë një mandat dhe vetëm një muaj pasi që do të bëhet certifikimi i rezultateve dhe do të konstituohet Kuvendi i Kosovës ose brenda 3 javësh. Fakti që nuk do të marrin asnjë vendim të dytë. Kjo është arsyeja pse po i them po i djeg mandatin që sapo e kanë fituar. Sepse ato ka njerëz që për herë të parë kanë fituar mandat. Edhe për shkak të zgjedhjes së presidentit që nuk është presidenti do të rëmerë televizit dhe vendosje. Për shkak të pikërisht këtyre paqartësive po krijojnë çatë pengesë kaq të mëdha të cilën në fakt edhe po e marrin veten në qafë, sekondër dëshojnë t'ia bëjnë të paralizueshme fituaren e lëvizjes së vendosjes. Po flasim për postën e presidentes, kemi përmendur vetëm emrin e Vjosa Osmani që është aktualisht në detyrë, por njerit është kandidatja vetë me potenciale e cila deri tani është e vetmja sepse edhe hapur ka shprehur dëshirën dhe gatishmërinë për të marrë një mandat. E meriton realisht Vjosa Osmani, a ka kryer punën mirë për këto 5 vite si presidenti i Kosovës edhe një mandat tjetër? A duhet t'ja besojmë sërish drejtimin e shtetit Vjosa Osmanit? Po mendoj që kjo është pyetje më shumë për deputetët. Natyrisht unë kam gjykimin tim për shkakun se çfarë kam bërë. Po si profesor, si njës unë kam përgjigje, unë kam përgjigje për këtë. Por meritën ose jo i takon se ta themi diku tjetër që të vendos, sepse çka do të flasun, kjo është edhe pavlefshme sepse jeni qytetar i Republikës Kosovës në radhë parë dhe e njihni fushën shumë mirë dhe jeni më objektiv se sa vetë deputetët, të cilët ndoshta veprojnë edhe në aspektet të partive politike, të prirjes ideologjike partijake. Po pavarësisht çka themon përsëri deputetët ata të cilët kanë afërsi politike ose gjërim politik do të vendosin. Por unë kam përgjigje për këtë, s'po them se s'kam. Fillimisht institucioni i presidentit të Republikës Kosovës nuk është kaq i rëndësishëm sa po bëhet. Nuk është. Sepse presidentja e vendit ose institucioni i presidentit të vendit nuk ka kompetenca ekzekutive. Pra, çështja është se këta po dëshirojnë këta të dy palët po dëshirojnë ta bëjnë kaq glorifikues këtë pozicion, njëra për të prishur matematikat dhe tjetri për të rritur rëndësinë e fitores, saqë po duket se presidentja është gjëja më e rëndësishme. Jo, nuk është kështu. Presidentja e vendit deri tash ka bërë detyrën e saj konform kompetencave që ka, por në disa raste është dukur sikur ka një farë mbulueshmërie të një sektori, në rastin tonë të Ministrisë së Punëve të Jashtme, paçka se nuk është detyra e saj primare. Pra, presidentja e vendit përfaqëson unitetin e shtetit të Republikës, pra unitetin e klasës politike, përfaqëson unitetin e përgjithshëm. Vjosa Osmani? Varet nga këndvështrimi. Fakti që vije nga një subjekt politik paraprak, fakti që ka pasur qëndrime politike paraprake, e bëjnë që të duket nga një krah politik se është, si ta themi, po kështu është dukur edhe ndoshta më herët zoti Thaçi, kështu është dukur edhe zoti Sediu, kështu është dukur edhe për pak kohë zoti Pacodi, sepse fakti që vije nga kombinatorika politike, natyrisht që të shtyn të besosh se i përket atij krahi politik. Por zonja Osmani sado që të jetë, duhet të lavdërohet për angazhimin e saj të jashtëm. Nuk mund të themi që s'ka qenë dinjitos dhe por mund të themi që s'ka qenë ashta në shko paskojnë në koordinim të plotë me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe me qeverinë e Kosovës, që për mua si profesionist natyrisht që do t'i kisha kërkuar në kohë asaj që të kishte një koordinim të plotë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, sepse detyrat dhe përgjegjësitë dhe në veçantë përgjegjësitë me presidentja Osmani
dhe presidenti i Republikës Kosovës, si do të jetë ai, do të jetë në koordinim të plot me qeverinë e Kosovës, sepse përgjegjësitë që merr zonja Osmani ose presidenti i Republikës janë përgjegjësitë të Kosovës, ato kanë kosto financiare dhe ato nuk vijnë nga buxheti i presidentes, ato vijnë nga buxheti i Republikës, për të cilën Ministria e Financave dhe Ministria e Punëve të Jashtme do të dëgjojnë kanalet për të alokuar ato mjete. Për shembull, tash zonja Osmani ka marrë pjesë në forumin e bordit të paqes dhe dihet që ato një obligim që merr shteti kur zoshta që është antar në atë forum është 1 miliard euro. Pyetja që shtrohet është ku do marrë Kosova 1 miliard euro për si zotim për këtë angazhim ndërkombëtar që ka për Kosovë, kur i gjithë buxheti është 4 miliard. Pra ne buxhetin vitor kemi 4 miliard. Dhe kaq këto si ta themi obligim ndërkombëtar që kemi marrë ka vlerë 1 miliard. Në cilat linja buxhetore? A e ka analizuar mirë Vjosa Osmani sipas jush këtë përgjegjësi që ka marrë, apo thjesht e ka luajtur këtë dëshirën për të qenë pjesë e këtij pakti dhe bordit të paqes për ta vendosur Kosovën në një... Nuk them që s'do të marrë, unë them që duhet Kosova të natyrisht pse jo të mos marrë pjesë në këtë. Por unë sa kam arritur të vrej, por kjo është një gjykim i përgjithshëm, nuk kam të dhëna të sakta, por nuk po them që s'janë të sakta ato që po diskutoj. S'ka pas koordinim. Zonja Osmani ka marrë sot një ftesë dhe të nesër më ka qenë në Zvicër. Ka llogaritur kostot që do i parsisht ai ka llogaritur kostot, por s'ka ka diskutuar me qeverinë. Dhe qeveria e Kosovës sa kam parë deri tash fakti që ka hesht është sepse ata në fakt s'kan qenë të koordinuar për zotimet që po merr Kosova. Këto zotime janë të Kosovës, barri mbetet të Kosovës. Po do të ratifikohet kjo marrëveshje në kuvend? A mund të stopohet kjo nga qeveria në ardhjet ta shohim? Pastaj dëmi bëhet edhe më i madh. Sepse Kosova ka marrë zotim ndërkombëtar. Edhe prandaj shteti duhet të bëjë mirë kalkulimet e veta përpara se të merret një vendim. Unë diskutoj me studentët kjo është një vendimarrje racionale politike, ose do duhet të ishte racionale politike. Shteti do të ndërmarr veprimet e cilat mund të qëndrojë pas. Dhe një shtet serioz nuk kthehet prapa vendimeve që i ka marrë. Ne jemi dëshmitar se ne kemi marrë përsipër në marrëveshje ndërkombëtare çështjen e asociacionit apo jo. Ku jemi sot? Ne gjykojmë nga arena ndërkombëtare, nga lehtësuesit e negociatave, nga palët e përfshira si jo konstruktiv. Sepse thonë, më falni, këto zotime janë të Kosovës. Zotimet e qeverisë janë zotimet e Kosovës, zotimet e presidentit janë zotimet e Kosovës. Natyrisht ato do të ratifikohen në kuvendin e Kosovës. Por fakti që ne po e vendosim në diskutim brenda një jave ose 10 dite nga kur është marrë vendimi, ata ratifikohet apo jo në kuvendin e Kosovës, i bie që ne jemi para një akti të kryer tashmë dhe nëse nuk e ratifikojmë të njëjtën ne dalim edhe më keq se partnerët ndërkombëtar dhe në veçantë të SBA-ja. Çfarë do të mund të bënte Kosova në këtë mes është që të ofronte shërbime në vlerë 1 miliard euro. Trajnime, deminim, e kështu me radhë, sepse Kosova ka kapacitet. Por nuk mundet Kosova në këtë format të paguaj 1 miliard euro këtij bordi për të qenë antar, sepse ne di që ky bord do të ketë nevoja për të ndërtuar paqen e rindërtuar ato vende që do t'i trajtoj si me urgjencë dhe në veçantë po flasim sidomos për rripin e gazit. Zotri Imeri, faleminderit shumë që ishit pjesë e kësaj bisede, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë për mundësi.